Kosova po shkon drejt zgjedhjeve të reja të parakohshme pasi presidenti Vjosa Osmani ka shpërndar zyrtarisht legjislaturën e 9 të kuvendit. Shpërndarja e parlamentit u firmos pas takimit që ajo zhvilloi me krerët e partive politike një ditë pasi kandidati i lëvizjes Vetëvendosje Glauko Konjovska nuk arriti të sigurojë votat e mjaftueshme për formimin e qeverisë së re. Në njoftimin e presidencës theksoi se vendimi është marrë në përputhje me kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi, pasi edhe mandati i dytë dështoi në e ekzekutivit. Me shpërndarjen e parlamentit, vendi hyn automatikisht në fazën e përgatitjeve zgjedhore. Pavarësisht pajtimit për nevojën e zgjedhjeve të shpejta, partitë politike paraqitën qëndrime të ndryshme për datën e votimit. Kreu i PDK-s, Bedri Hamza, si dhe ai i AAK-s, Ramush Haradinaj, kërkuan mbajtjen e zgjedhjeve me 21 dhjetor, duke theksuar se Kosova ka nevojë urgjente për institucione funksionale. Ndërkohë, kryetari i partisë Guxo, Faton Pesi, sugjeroi datën 28 dhjetor, duke argumentuar se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nevojë për më shumë kohë për organizimin teknik të procesit. Kushtetuta e Kosovës parashikon se në rast se 2 mandate të rresht për formimin e qeverisë dështojnë, presidenti është i detyruar të shpallë zgjedhjet brenda një afati maksimal për 40 ditësh. Kjo situatë erdhi pasi kuvendi një ditë më parë nuk mbështeti kabinetin e propozuar nga Konjovska. 56 deputet votuan pro dhe 53 kundër e 4 abstenuan, çka nuk mjafton për krijimin e qeverisë së re. Që prej zgjedhjes së 9 shkurtit, Kosova ka funksionuar në një qeveri me detyrë në pritje të formimit të një kabineti të ri. Me shpërndarjen e parlamentit, vendi i hap rrugë një fushate të re zgjedhore që pritet të përcaktojë drejtimin politik të muajve në vijim.